Stacionimi në Safin Hotel për mua ishte një surprizë. Ke një pozicion strategjik, një pamje spektakolare me Karaburunin, me Marinën e Orikumit, kemi Vlorën shumë afër, gjithçka historike, kulturore për t'u eksploruar, por sa e rëndësishme është kjo erion për ata që ju vizitojnë, për ata që kanë prenotuar, a janë në dieni dhe a janë këto disa nga arsyet që pikërisht zgjedhin dhe rezervojnë Safin Hotel? Klienti mund të zgjedhë një ditë shumë dinamike në pjesën e Dërmiut të Palasës, të eksploroj plazhet fantastike që i ofron. Gjithashtu le të themi ka dhe një akses shumë fleksibël për të qytetit Vlorës, ku mund të eksploroj pjesën e qytetit tjetër, por le të themi çfarë të ofron Vlora. Le të themi ajo pjesa e pedonales kryesore, po le të themi jeta e natës, gjallëria bën që ai klient mund të aksesojë shumë lehtë nga hoteli janë. Vetëm si vjet keni arritur të hapni zyrtarisht dyert. Si po ecën deri në këto momente sezoni? Shumë mirë. Kemi pas pak le të themi vështirësinë me fillime, le të themi pjesa e prillit ka qenë pak e vështirë, duke qenë se kemi pas disa kontrata me Nordicët, por kjo është anulluar për shkak të aeroportit të Vlorës që nuk u hap, por pas pjesës së prillit çdo gjë ka qenë shumë mirë. Le të themi kemi pas shumë kërkesa nga shumica ka qenë nga rrjetet europiane. Kemi shumë francez, gjerman, austriak, janë klient fantastik, njerëz që vërtet e vlerësojnë çfarë ne ofrojmë këtu. Vërtet e vlerësojnë se çfarë shërbimi, çfarë do të thotë shërbimi, çfarë do të thotë ajo kujdesi ndaj detajit për klientin. Dy struktura të plota me 117 dhoma, tipologji të ndryshme dhe çmimet i keni mbajtur të favorshme. Çmimet janë shumë të mira. Pra le të themi, nëse bëjmë një krahasim me jugun e Shqipërisë edhe në pjesën e Vlorës, jemi një të ndërmjet, por le të themi ofrojmë një standard shumë të mirë premium, kështu që edhe çmimet i përkasin këtij lloji cilësie që ne ofrojmë këtu në Safin Hotel. Safin Hotel pozicionohet në Orikum, një nga investimet më të reja, shumë serioze të zonës. Safin Hotel është që prej fillimit të tij është kategorizuar si një investim që klienti mos të vinte thjesht kishte një fjetje këtu, por t'i ofrohet edhe facilitete të tjera. Pra përveç një klienti që mund të vi që thjesht të flet, ne kemi pjesën e pishinës, kemi pjesën e spas poshtë, kemi pjesën e një dhomë konferenca që është deri në 100 persona. Pra le të themi, nuk është thjesht vend relaksi, por edhe një destinacion, pra duam ta kthejmë një destinacion, jo vetëm gjatë verës, edhe plazhin, me bagi, që aksesohet me bagi. Patjetër. Pra le të themi është një detaj tjetër domethënë që ne duam t'i ofrojmë komfortin klientit. Pra çdo detaj mos të mungojë. Cilat kanë qenë komentet më të shumta që ju kanë bërë? Komentet kanë qenë shumë të mira dhe shumë pozitive. Që do të thotë, le të themi janë ndjerësi në shtëpinë e tyre. Stafi ka qenë shumë i mirë, ka qenë shumë i komunikueshëm, i afrueshëm, gjithashtu do rikthehen sërish. Le të themi që ka shumë të huaj që nuk e prisnin këtë lloj mikpritje ose këtë lloj shërbimi, ose le të themi ne tentojmë gjithmonë shqiptarët duam atë luksin. Pra edhe ne ofrojmë këtë pjesë. Edhe gjithmonë të huaj thonë që kur largojnë, I would recommend this hotel to my friend. Edhe thonë me shumë bindje këtë pjesë. Për ty erion si ka qenë si sfidë? Personalisht, po edhe më pas me stafin, me gjithë grupin, për të qëndruar në një nivel, në një standard? Sfida ka qenë shumë e lartë, duke qenë se është viti i parë i operimit në treg, që do thotë viti kaluar ishte thjesht një test i hotelit, një provë, le të themi, e strukturës, kurse si vjet ka qenë prej fillimit domethënë një garë me veten tonë për të dalë, le të themi, ose për të shkuar në atë nivel që ne dëshirojmë. Normalisht, duke qenë se është viti i parë rekrutimi i stafit, trajnimi i tyre, marrin kohë që ti çosh në nivelin që ti dëshiron. Por normalisht kjo do të shkojë, do të pasojë domethënë në një zinxhir që ne do të kemi stafin që do kemi si vjet për një afat kohë shumë të gjatë. Që do thotë, nuk kemi nevojë më në vazhdimsi të trajnojmë persona të tjerë, sepse e gjaj kemi një strukturë, se gjatë do të kemi në secilin departament disa persona që do të jenë shumë të mira për atë pjesë, edhe mund të rekrutojmë shumë pak gjëra plotësuese. Çfarë tipologjish dhomash do të gjejnë ata që do të rezervojnë në Safin Hotel? Patjetër, ne kemi 4 lloje tipologjish dhomash. Që janë deluxe room, që janë dhoma domethënë më ekonomike në krahasim me dhoma të tjera.